për hitet e ti, hit pas hiti më saktë. Një emër shumë edhe zë shumë, po shumë i njohur ama, i cili na vjen për të treguar më tepër nëse ka ndonjë qelsë që fshihet prapa këtij suksesi që ai ka arritur për një kohë të shkurtër. Le ta mirëpresim Orgito Dapa. Përshëndetje, Orgito, knaqësi të pres këtu, faleminderit që ke ardhur. Hajde, rahatohemi bashk. Ky është vendi për ty. Si je? Mirë se ke ardhur një herë. Si jeni ju? Mirë, faleminderit. Jemi shumë të lumtur që të kemi këtu edhe ke marrë rrugën. Ftesën edhe sa më erdhi ftesa e pranova me kënaqësi më të madhe. E para jotja kjo në Kosovë? E dyta, okej, mirë, edhe e pari i dyti, s'ka gjë, po e para me mua, kjo po që është e sigur. Atëherë, ti vjen shpesh në Kosovë, çfarë ndjesie po t'jep, si po të pret Kosova? Faktikisht, unë visin në shtëpinë time këtu, Kosovë, vi shpesh se shkoj në për studio, kryj këngë, në për televizion e kam qenë si që dhe të tash, dhe edhe kështu. Bukur. Më thënë vi shpesh. E vrendo një dallim nga shija muzikore e publikut në Kosovë me atë në Shqipëri, apo? Le të themi drejtën, nuk e vrej shumë, sepse po ato gjëra po bën edhe ne të Shqipërisë dhe ju të Kosovës, më thënë që jemi një zbët fjalë, po bëjmë bashkëpunime shumë me njëri tjetrin, edhe ne prap jemi po dalim, më thënë nuk është se ka në ndryshim, shija shumë. E njëjta gjë është. Ti ke ndonjë këngë kështu që sa po hyn në Kosovë, kur kalon kufirin të vjen ta këndosh kështu edhe e ke identifikuese për Kosovën. është njëra që faktikisht kur jam në për evente, në për klabe, e këndoj shumë herë, për shembull pëlqen ndonjë gocë, edhe ja kënoj ashtu ajo këshirin i shoqe, çka ka rritur na. Okej, shumë e bukur. Janë vajzat e mira në Kosovë, sigur edhe në Shqipëri, nuk diskutuat. Shqiptarët janë vajzat të bukura. Shqiptarët janë më të mirat. Janë më të mira vajzat apo djemt, çfarë mendon? Të dy palët janë. Të dy palët. Po, një çik më shumë vajzat. Një çik më shumë vajzat. Pra kjo është përgjigjja që duam, se do isha shumë e keqe më pas me ty në intervistë, po isha ka. Të njoh pak për te anës e muzikës në këtë fillim, për shembull, të di sa vjet ke? Unë jam 20 vjeç. 20 vjeç, okej, je shumë i ri pra. I ri, ja. I ri në moshën më të mirë, them, jo i vogël. Kam 4 vite, 5, të më thënë që jam fut në treg, që bëra këngën e parë, po unë e kam të lindur, është pasion, kupton se e kam trashëguar nga babai, nga gjyshi, jemi familje artistash gjithë, edhe jam rrit me frymën e muzikës në shtëpi. Kur e konsideron që ka qenë ai momenti kështu nga këto para 4-5 vitesh, që ti e ke ndjerë veten shumë afër me muzikën dhe ke konsideruar që tani ti po shpërthen dhe je gati për t'i dhënë tregut muzikor? Ishte kënga Unë me ty nuk jam tani. Kjo kënga. Ajo është pasaporta ime, le të themi. E vërtet. Je krenar për këtë pasaportën, besoj? Jam shumë krenar për këngën time dhe dua të falenderoj me që më jepin dhe rasti ata të cilët e krijuan atë këngë që është Kush Zani Loca. Kush e krijoi këtë perl, më thuaj? Është Zani Loca që ka krijuar muzikën bashkë me Samuel Kodrën, edhe për tekstin falenderoj Gëzim Nerin, është një kompozitor shumë i mirë që ne kemi në Tiranë, në Shqipëri. Kjo kënga në fakt tani më ti e di që se s'po bëj për të lavdruar në sy, po ti e di që është një këngë që ka shpërthyer shumë edhe janë bërë edhe shumë remakes, po them apo ripërpunime të kësaj kënge. Të kanë dhënë meritat e duhura, pra përmendet dikur në Orgito që... Po, mi kanë dhënë, po faktikisht doa ta cek dhe pak të pjesën, sepse kam dëgjuar shumë gojdhëna në për emisione, jo kjo është të vërteta, kjo është... Ta themon të vërtetën edhe të mbyllet këtu si... Ky është momenti, Orgito, ma thuaj të vërtetën. Nuk e di, ndoshta do të marr pak kohë. Më thuaj, s'ka problem. Kjo, domethënë nuk kisha hedhë si këngë, kisha diku 5-6 muaj. Një ditë në shtëpi se kam pas bërë covera me kitare, besoj duhet e keni parë edhe te liceu që kam dalë me ato. Po. Edhe po mendoja pse mos bëj këngën time, sepse nuk ishte viral në atë këngë, kupton? Edhe bëj unë këtë. Mori shumë, kupton, shumë views, 100.000 views, 200.000, u thash. Se prisja? Nuk e prisja, të them drejtën. Edhe
Ndërkohë këtë e merr Elai. Që është ideali të OTR-ja. Besoj të ta njihni. Po, e njohim Elain. Ti e njihje personalisht ato? Unë personalisht të them të drejtën nuk e njihja. Nuk e njihje. Edhe ndërkohë ky e merr e bën tip remake-u me sample kështu me zërin tim, edhe e poston në story në Instagram. Mua ma dërgojnë. Po, si që thash edhe nuk e njihja, edhe i shkruajta faktikisht, vllai shumë bukur thash, po të paktën ndonjë tag na kishe bërë, on fal vlla direkt apo patjetër. Edhe në bën tag, okay, pjesën e atij e marrin në Instagram dhe e postojnë në TikTok. Ndërkohë plas u bë virale ajo e lajt shumë, ndërkohë po edhe imja shumë. Ishin 2 sounde. Mbas një javë, 2 javë kështu, e bën 2 djem nga Kosova, Flamuri dhe Iliri, që e gjej rastin i përshëndes. E bën gjetën momentin e duhur, kohën e duhur, e sollën dhe bukur. Edhe... Të kontaktuan fillimisht, apo? Jo, fillimisht, po jo se cover, kam se edhe unë bëj cover atë shumë njerëzve. Edhe çunat e bon, e odhen TikTok, edhe plasi në një mënyrë shumë, domethënë ishin 3 sounde. Elai ndërkohë nuk e kishte nxjerrë në për YouTube, Spotify këto. Po. E pa Elai që mori kënga shumë, folëm bashkë me menaxherin tim dhe Elain. E nxorëm, domethënë, ram dakord për disa gjëra edhe tani është me miliona klikime. Tani është me miliona, por kjo është historia, mirë që na qartësove se... Kjo është e vërteta, ku të shoh, kjo është e vërteta e kësaj historie. U pati bo lamsh publikun me thënë drejtën, e kujt është kjo, kush kujt ja mori, qa... Falenderoj Flamurin dhe Ilirin që më kanë ndjekë napat e para të mijat, më përshëndes. Okej, një nisë kjo mirë që, po them, një lloj... Jo fatkeqësi, se është kjo fatkeqësi, po një augur i mirë për të nisur edhe për të ndërtuar marrëdhënie të mira edhe me kolegët në këtë rast, sepse tashmë ti numëron edhe bashkëpunime të shumta me emra. Kë ke kështu nga 3 top faves, 3 top favoritët e tu? Atëherë, number 1 ban është kolegu im, shoku im, vlla im, Ergys Shau, që kam bërë këngën Sa i dua sytë e saj, që është diku 8 miliona, 9 milion klikime, nuk e di mirë. Është një këngë shumë virale, që na pëlqen shumë. Edhe ajo mban vendin e parë, që na ka dhënë shumë punë. Dyshi? Me Kapitaltin. Okej. Që e përshëndes shumë. Si është Kapitali në bashkëpunim, të bashkëpunish me të? Njeriu më, çfarë them unë ty, ri pa siklet, kupton, pa ndrojtje. I përshtatshëm. Je kështu. Super. Pastaj janë shumë tjerë, është Olci, Bylyku, është Don Fenomi, Soni Malaj, ka shumë, domethënë, por që këto janë ato. Ke pasur një fat të mirë në muzikë, Orgito, besoj je mirënjohës për këtë, me vetën, me talentin tënd dhe me fatin, sepse është edhe çështje fati, nga njëherë besoj din që shumë të rinj tentojnë për vitet e tëra edhe si ja dalin ndoshta që as ti marrin vëmendjen një rrethë të ngushtë të njerëzve, lirë më kaq. Le ta cekim pak këtë pjesë që unë mundohem të suportoj, sepse mendoj si vetën time, sepse edhe vetë nuk jam akoma aty ku dua t'jem. Qa do t'jem? Pavarësisht se e falenderoj Zotin që unë jam këtu, por normalisht që muzika nuk ka fund, tregu do shumë llojshmëri, zhanera, shumë gjëra dhe... Kush mendon ti se është njeriu më krenar për ty? Familja ime, familja... Në veçanti, ndonjë person? Babi, Babi. Pavarësisht se ai nuk e shpreh shumë, nuk është tip kështu, por që ka qenë mbështetja ime e parë, dhe më thënë sa im më ka marrë në për dasma, që i vogël, se unë me vërtet kam pjesën e modernës, po jam dhe të dasmat. E pra, hynë edhe te ato, a? Se normal nga babi, nga familja. I ke dedikuar në një këngë babit, apo dikujt? Jo, akoma. Akoma jo. Me babin kam qenë për emisione shumë, kemi kënduar këngë, por që kur ta bëj një me babin, do të bëj një që ta volos. Okej. Që është... Atëherë do të kaluan këto shifra 8 milionëshe e këto të tjera, ata? Po, shpresojmë inshallah, duhet një këngë e bukur. Sa paguhen këto, pra 8 milion klikime, sa i bie në para? Varet nga janë klikimet, më kupton? Okej. Nëse janë nga Amerika, normalisht... Kushtojnë më shumë, a? Edhe nga Europa kushtojnë më shumë. Por që diku 8 milion shikime, besoj 9.000 euro, 10, 8, varet, më kupton? 12, varet nga shifen. I merë gjitha ti?
por që i marrë gjitha unë, por që normalisht që i ndaj me ato që kanë kontribuar në këngën time. Okej. Dua që ta bëjmë një loj, po them unë, loj me muzikë, se ku ka më bukur edhe nuk do ma falë të publiku, e të më thot mu ke sjellur giton këtu edhe s'na këndoj gjë. Golden Eagle. Kështu që, po, e kemi edhe Golden Eagle për energji, por më duhet ndihme e një mikut tënd, i cili dua ta falenderoj shumë që në fakt është i gatshëm që të na bashkohet. Ale ta presim Alessio Sulan. Hajde Alessio. Hajde, mirë se erdhe, jemi kitar të pres këtu, faleminderit shumë që ke ardhur. Hajde, ulu afër këtu. Atëhere, unë do të kërkoj disa këngë dhe do më këndosh të parën që të bie në mend. Pra, do të përcaktoj, si me thonë, zhandrin, tani si me do ta kemi më qartë. Një këngë dashurie. Dashurie. Po, Alessio besoj mund të përcjell çado që ti i kërkon. Alessio është... Jo që e kam shok, por që është një djalë perfekt, edhe muzikant shumë i mirë. Nuk dyshoj, ja. Okej, dashurie. Po. Do këndoj këngën me Kapitalin. Hajde. Që kam bërë. Në sol. Sol. A kjo dashnia m'la pa fjall si me jabo. Sa herë shoha jo t'u ndon, shmende mu zemra e don. Kjo dashnia m'la pa fjall si me jabo. Sa herë shoha jo t'u ndon, shmende mu zemra e don. Këtu për dashurinë, ata që po vuajnë për momentin. Edhe të më falësh se të ndërpreva, se jam pak i lodhur, se kam qenë në për dasma dhe në për evente këto 2-3 ditë, edhe ndoshta bëjmë do një gabim të vogël, por që prap njerëzit e dinë si këndojnë. Ku dallohet ajo, dhe bukur e këto njerëzit e dinë zërin tënë, kështu që vetëm na lo ta shijojmë. Vazhdojmë me këngë Kurbeti, për shembull. Kurbeti. Qa mund të këndojmë? Është një këngë Kurbeti që e kemi ne. Ande, qëtë Aeroplani. Aeroplani. Po, është për kurbeqarët. Hajde ta dëgjoj pak. Aeroplani, sa largë më qoj, valë kur do të kthehem, jo se besoj, zemra më digjet, më muri, për në nënë time, që ta shikoj. Ah, kurbeti jetër, ma shkatëroj, alele, kurbeti jetër, ma reguloj. Shumë e bukur. Hajde sa jemi kështu në këtë ritëm, këngë popullore, se më the më herët që bërnë edhe nga këto, dasmash diçka, hajde. Po më pret shoqnia. Qa u këndojmë atyre që janë duke ndjerë mungesën e dashurisë, po vuajnë shumë? Atyre këtu na dolen tem, është kënga unë në ty nuk jam tani. Ajo është. Të gjithë ju që po vuajni, mbylli vetëm njërin vesh, jo të dy, se duhet ta dëgjoni. Mos vuani se dashuria nuk ekziston. E ke provuar ti, pra? Jo, nuk e kam provu. Akoma, prandaj them nuk ekziston. Okej. Mos gënjej që. Alessio, bravo, më pëlqen. Jemi live. Hajde, maestro. Unë me ty nuk jam tani, dikush tjetër është me ty, atë për këndela i, jo se di. Unë me ty nuk jam tani, dikush tjetër është me ty, atë për këndela i, jo se di. Alessio, jemi live, ta dha një.
Të shkurtit kjo jashtë skenarit se jam krejt në fund. Më thuaj. Po më thonë që Telat e Zemrës që nga kënga Shumë virale është bërë në më e TikTok. klikuar e TikTokut, Po. A improvizojmë diçka të shkurt se ta përmbyllim e kam dhe Arbrin që duhet më jap një këngë të fundit atje. Ska që. Sa Alesion nuk e din këtë këngë se ka qenë në Ka Amerikë. mua betur me Alesion të më jap ca informacione për intervistën tjetër. Telat e zemrës ti mi ke prek, ja përvëllu mas te je krejt, se vetëm ty, t'kam jet. Hajde dashniti mos unal, kale krejt venisim ke kal, se vetëm ty, krejt i fal. Pa cek pak dhe këtë momentin, ti përshëndes pak ato që kanë bërë këtë këngën. Hajde, kush janë ata? Atëherë, do përshëndes kompozitorin e kësaj këngë që është Gramos Kozeli, një producent dhe kompozitor shumë i mirë që kemi në Shqipëri, po ashtu edhe dy artistët që e kanë bërë këtë këngën, Remzi Osmani dhe Era Rusi. I përshëndes dhe i puth fort. I përshëndesim edhe ne nga studio dhe në të njëjtën kohë, Alesio të falenderoj shumë, sepse na zbukurove, na kompletove gjithë këtë mini loj po them unë, se nuk ishte mënyrë tjetër si t'i arrinim disa këngë dhe improvizuam këtë. Faleminderit shumë që erdhët. Shumë faleminderit ju për ftesën edhe do shihemi herë tjera, pse jo. Ju mirëpresim dhe me më shumë muzikë. Patjetër. Edhe me pak informacione që do marr nga Alesio për atë punën e dashurisë. Jo, se ndrojmë Alesio. Faleminderit shumë. Si jam me kohën, më thoni, kam kohë për Arbrin apo jo, janë pak sekonda, Arbri meriton më shumë, kështu që Arbër, faleminderit, më fal shumë për kohën. Faleminderit edhe njerë për Gitën dhe Alesion që ishin këtu, juve që ishit bashkë me mua në këtë transmetim të drejt për drejt, vazhdoni t'jeni më atë vënd, takojmë nesër, ciao.